Ndërkohë që në pjesën më të madhe të Europës, përdorimi i makinave me naftë është në rënje, në Shqipëri ato vazhdojnë të dominojnë regjistrimet e reja, duke e bërë tregun më të ndjeshëm ndaj luhatjeve të çmimeve të karburantit. Të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 u regjistruan për herë të parë rreth 17,7 mijë automjete, nga të cilat afro 59% ishin me naftë. Ky nivel mbetet ndër më të lartët në Europë. Sipas Eurostat, në vitin 2024, vetëm rreth 15% e makinave të reja në Bashkimin Evropian përdornin naftën. Pas Shqipërisë, renditen Moldavia dhe Bosnjë-Hercegovina me përkatësisht 47% dhe 44%. Megjithatë, krahasuar me vitin 2024, kur makinat me naftë përbënin 66% të regjistrimeve të reja në vend, vjet re një rënje me rreth 6 pikë përqindje, edhe pse pesha e tyre mbetet ende shumë e lartë. Sipas monitor në Europë, tregu i makinave të reja dominohet nga automjetet me benzinë, që zën rreth 60% të regjistrimeve. Ndërkohë në Shqipëri, makinat me benzinë përbënin vetëm 18% të totalit të regjistrimeve në 3 muajt e parë të vitit 2026. Një prirje pozitive këtë vit është rritja e automjeteve elektrike, të cilat arritën në 13% të regjistrimeve për periudhën janar-mars, një nivel i krahasueshëm me mesataren europiane të vitit 2024. Të dhënat e Eurostat për periudhën 2014-2024 në 20 vende të BE-s tregojnë një ndryshim të qartë në preferencat për llojin e motorëve. Gjatë kësaj kohe, numri i makinave me naftë, përfshirë hibride, ka rënë me 67%, ndërsa ai i makinave me benzinë, po ashtu me hibride, është rritur me 60%. Një nga arsyet kryesore ishte skandali i vitit 2015, i njohur si Dieselgate, kur u zbulua se Volkswagen kishte manipuluar testet e emetimeve për miliona automjete. Ndikim kanë pasur edhe faktor ekonomik, rritja e taksave, ngushtimi i diferencës së çmimeve mes naftës dhe benzinës, si dhe orientimi i prodhuesve drejt elektrifikimit. Si pasojë, makinat me naftë po humbasin terren në mënyrë të vazhdueshme në tregun evropian, veçanërisht në segmentin e automjeteve të reja.